Një nga problematikat e zonës turistike të Thethit ka qenë furnizimi me energji elektrike. Jo rrallëherë, banorë të zonës dhe pronarë të bujtinave janë ankuar jo vetëm për mungesën, por edhe cilësinë e këtij shërbimi. Në takimin e organizuar për paketën e maleve, Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës, Enea Karakaçi, ka dhënë një lajm të mirë për të gjithë Thethin. Ne kemi lidhur kontratën nga Bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes së dhënë të lejeve etj. Brenda 2-3 muajve fillojmë ndërtimin e linjës Bog-Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë brenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027, dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në funditës edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është e rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këto zona dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime tjera, po ashtu jemi duke bërë dhe në Tamar në stacion të ri, që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak me vështirësi për sa i përket pjesës e energjisë elektrike. Ky investim pritet të zgjidhë përfundimisht problemin e furnizimit me energji elektrike të zonës turistike të Thethit, një shërbim shumë i rëndësishëm për banorët, turizmin, por edhe vizitorët që shtohen nga viti në vit.